Për festivalin e Gjirokastrës të vitit 1983 do kujtoj 4 episode. Në episodin e parë do kujtoj regjisorin Piromani. Ndoshta ky artist është në momentet e para që kujtesa ime ruan. Ishim komshi. Do kem qenë 5-6 vjeç kur Piro, para se të shkonte në Moskë për studime, ndërtonte në shtëpinë e tij mizanskena të thjeshta me role kafshësh. Mua më vinte në rolin e Lepullit. Më pëlqen tani që e kujtoj. Lepulli është kafshë butë dhe ushqehet me barishte. Atëre fundin, ta zëm se është fundi daulëve. Gjatë mëri, ta zëm se është fundi daulëve. 3, 4, urdo! Hynë vetë që valiu dhe a i daullë që ju hopër. Qartë, edhe i pije daullë s'fillon të bjeri. Brapa, janë gjithë daullë gjithë të tjerë. Janë brapa. Pasët e parë të daullës, rëmësijet sinjalit e fillimit të koncertit, e fillimit festivalit bile. Ndryshe e këtë e tjera. Ta si që përdo. Shfaqen nga postë të një kohë, të gjithë daullet asë ku e saktum nga sopësaki në regjitorit. Qartë shfaqen të gjithajnë, tak. Bashkë me daullë, bashkë me shfaqen e daullëve, vinë reshtat të skerë, atere. Ky reshti këto. Apo jo? Ti ndaj me grupën e vetë si përgjithë. Shma do, reshtat, mos të bëjtë kajnë. Shkodë. Ky reshti këto që ishe parë kjo bajsa. Me këtë lloj dinamizmi është shoqëruar gjithmonë, edhe si aktor. Nuk ka nevojë për koment. Spret këto, edhe pas të i valës kryojnë për reshti. E për qartë që më shoqe. E njëjta që, jo. E njëjta që, për për reshti to. Ju me jetë e para atje. Ju me jetë e para atje. Pas të i tashë. E njëllë, mene një të shikë, shimi. Ti daj në kërëve të shikë për një qënë. Të reshti. Se mi grupe tjera më stëndë. Do mi thash që sore provat, jam unë të kërë.